Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të diskutojmë disa tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me politikën ndërkombëtare dhe atë rajonale. Por në fillim, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Londra, për herë të parë në Balkan Talks të kem të ftuar ish-ministrin britanik të shtetit për çështjet e Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Denis McShane, i cili në karrierën e tij ka qenë një politikan i spikatur, ndërsa tani është njëri prej analistëve dhe komentatorëve politik më autoritar në Britani dhe në Europë. Zoti McShane, ju falenderoj që gjetët kohë. Privilegj për mua që ju intervistoj. Pleasure to be talking to any friends in Albania or Kosovo as always. Kënaqësia ime të flas me miq nga Shqipëria ose Kosova. Zoti McShane, shumë çka po ndodh në politikën globale, por duke njohur ekspertizën tuaj, doja ta kufizoja tek Ballkani. Si e vlerësoat ju zhvillimin e fundit politik, kur presidenti i Republikës së Serbisë, Aleksandar Vučić, që kishte njoftuar një takim të rëndësishëm në Mar-a-Lago me presidentin Donald Trump, nuk e zhvilloi këtë bisedë, por për arsye shëndetësore e ndërpreu vizitën dhe është kthyer në Serbi. It represents the fact that Mr. Vučić Kjo përfaqëson të vërtetën se presidenti Vučić ndodhet në një presion të madh dhe sërish, sikur se ka ndodhur në 99-ën, kur regjimi Miloševićit ra, me popullin serb që tha se donte të ishte një popull evropian dhe jo një vasal i Vladimir Putin, dhe sot kërkon që të ketë marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjët. Mendoj se njerëzit në Serbi po e shohin atë me shumë interes, sepse kemi pasur një seri krizash që kur Trump është zgjedhur, sidomos kriza tregtare dhe afrimiteti i tij me lider botror si Putin. Deri më tani, në 2025-ën, Ballkani duket se është haruar. Por në Serbi, njerëzit po e marrin fatin e tyre në duart e tyre. Ata po tregojnë se Serbia kërkon një politik të re, një politik ndryshe. Megjithatë, zoti McShane, presidenti Vučić deklaroi se në datën 9 maj, edhe si kur qiej të përmbysen, ai do të jetë në Moskë në paradën ushtarake të fitores mbi fashizmin. Kjo smundje e tij që ndërpreu vizitën në Mar-a-Lago do të vazhdojë deri në 9 maj, sipas opinionit tuaj? Unë kam punuar në Ministrinë e Jashtme Britanike për shumë vite dhe incidentet diplomatike në disa raste ndodhin. Parada në Moskë mbahet për të përkujtuar mposhtjen e nazizmit. Deri në një farë kohe, Stalini ishte aliati kryesor i Hitlerit, kur ndan Polonin mes tyre, dhe mendoj se në këtë event do të jenë të pranishëm lider të shumt, pasi të shumt janë ata që festojnë për vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore, do të ketë festime, Mbreti Charles do të bëjë një përshëndetje,
Serbia's president Ndaj, being in Moscow. I'd much rather, in some ways, he was unë in nuk do London, ta but he was kritikoja, prepared nuk do të çuditesha shumë nëse presidenti Vučić do të jetë në Moskë. Nuk duhet të harojmë Hitlerism, se hitlerizmi, Mussolini, Franco other people dhe personat të tjerë arose in the 1930s u ngritën në vitet 30 vein of nationalistic politics. My country's bazuar right, every other në country fuqinë must obey my nacionaliste, country. me idenë që cili do vend tjetër duhet i bindet vendit tim. Një thënie kjo e Mussolinit. Në ditët e sotme, dikush mund të mendoj se këtë po e bën presidenti Trump. Dhe ne po jetojmë ende me faktin se nuk kemi një ndikim të fortë në Ballkanin Perëndimor, që është pjesë e Evropës, që nuk kemi bërë që shqiptarët, kosovarët, bosnjakët, kroatët të kenë të njëjtin status si belgët për shembull. Dhe në Serbi, Serbia ka nevojë që të dalë me një lider të ri që të tregoj, që mund të tregoj se vendi është i prirur për të anëtarësuar në BE, të anojë drejt BE-s. Por presidenti Vučić duket se është vepron në direktivat e presidentit Putin. Pikërisht. Zoti Mekshenj, ndërkohë, Kaja Kallas dhe Marta Kos, dy personalitetet të Bashkimit Evropian, i kanë kërkuar presidentit Vučić të mos shkojë në Moskë, ose me Europën, ose me Rusin. Dhe sërish ai ka insistuar se duhet të shkojë, duke shpresuar të luaj rolin e balancuesit mes presidentit Trump dhe presidentit Putin. Në këto zhvillime kaq dinamike të Europës me bashkimin me Rusin, cili do të ishte veprimi i duhur i presidentit Vučić? Well, here we are. I'm sure Mr. Vučić has got Ja ku jemi. mobile phone number, and we all, of course, have President Putin's mobile phone number. I mean, this is childish. I mean, no disrespect. Kjo është diçka fëminore. Nuk dua të tregoj mungesë respekti ndaj askujt. I will be the intermediary between Europe and Donald Trump. Por në Evropë kanë deklaruar shumë lider se do të bëjnë ndërmjetësin për Donald Trump. Giorgia Meloni e ka bërë këtë, edhe lider të tjerë e kanë bërë. Por presidenti Donald Trump është i moshuar, ai nuk i njeh këta njerëz dhe është i fiksuar pas ideve të tij. Është i fiksuar pas dialogut me presidentin Putin. Javën e ardhshme presidenti Trump mund të thotë dhe mund të bëjë diçka tjetër nga ato që ka thënë më parë. Nga ana tjetër, Putin mund të sulmojë dhe të përpiqet të aneksojë vende të tjera fqinje, si kurse u nda Polonia gjatë luftës së dytë botërore. Ne duhet ta marrim Putin seriozisht dhe të shqyrtojmë se çfarë mund të bëjmë ne për të shpëtuar demokracinë evropiane dhe shpresoj se Serbia do të zgjedhë Evropën si të ardhmen e saj dhe jo të vazhdojë të jetë ndihmëse e presidentit Putin. Në këtë realitet që ju e përshkruat zoti Mekshenj, dialogun që ka ngecur mes Kosovës dhe Serbisë, ju e shihni si një të drejtë ekskluzive për ta zgjidhur Europën
dhe shtetet e rëndësishme të saj, apo presioni amerikan duhet të jetë shumë më i fortë? Nga Shtetet e Bashkuara ka pasur presion përmes zyrtarit Jack Smith, një person që e çoi Hashim Thacin në burg duke u bazuar vetëm tek deklaratat e senatorit Dick Marty. Por kjo nuk është e drejtë. Por presidenti Trump apo sekretari i tij i shtetit Marco Rubio nuk e din se çfarë është Kosova. Nuk e din se çfarë ka ndodhur atje përgjatë 25 viteve të fundit. Por Amerika, në drejtimin e Trump, mund të detyrojë ose presidentin Vučić të bëjë paqe me Kosovën, ose kryeministrin Kurti që të bëjë ndonjë koncesion. Por në diplomaci nuk funksionon kështu, nuk funksionojnë gjërat kështu. Sa i takon Kosovës, mendoj se Shqipëria e Edi Ramës duhet të zhvillojë dialog në kancelarit evropiane, në Rom, Paris, Amsterdam, Athinë, për të shpjeguar realitetin se Kosova nuk do të kthehet kur një koloni e Serbisë, kur më. Dhe ky realitet duhet të kuptohet në Evropë, por nuk është kështu. Dhe këtë ua kam thënë edhe miqve të mi në Prishtinë. U kam thënë që duhet të bëni më shumë përpjekje për të bindur të tjerët për historinë tuaj, për atë që keni përjetuar. Ndërsa sot, njerëzit që qeverisin botën, zorë se e dinë se ku ndodhet Kosova në të vërtet. Zoti McShane, Britania e Madhe emëroi zonjën Karen Pierce si të dërguarën e saj të posaçme për Ballkanin Perëndimor, një diplomate tejet e spikatur dhe shumë e aftë në profesionin e saj. Ju prisni zhvillime të rëndësishme për sa i përket rolit dhe rritjes së peshës së Britanisë së Madhe në Ballkan, kryesisht në Kosovë, ku ajo gëzon një reputacion të jashtëzakonshëm. Britania e Madhe. Unë shpresoj që të ndodhë kështu. Ministri i Jashtëm David Lammy kreu një vizitë në Prishtinë së fundmi, dhe kur isha unë në Ministrinë e Jashtme, Ministri i Jashtëm shkonte shpesh në Prishtinë. Por në ditët e sotme, fatkeqësisht, Britania nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian për shkak të nacionalizmit që nxiti qytetarët i thoshin jo Evropës. Edhe pse nuk i vënë në dyshim kapacitetet dhe aftësitë diplomatike të zonjës që sapo përmendëm, edhe pse jam i kënaqur që kryeministri Starmer ka caktuar një të dërguar për Ballkanin, sikurse ka Gjermania, Franca. Gentlemen and ladies in Belgrade and ladies and gentlemen in Kosovo aren't willing. Por gjithçka varet nga njerëzit që janë në Serbi dhe në Kosovë të shohin nëse kanë terren për të gjetur një kompromis. Donald Trump do të duhej që të kalonte një muaj në Prishtinë për të
çuar në arritjen e një zgjidhje, por kjo nuk do të ndodh kurrë. Ndaj çështja është në duart e vendasve. Kjo është e vërtet. Zoti Dennis McShane ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet e çmuara që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju uroj një fundjavë të këndshme në vazhdim. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ishim në lidhje direkte me Londrën në një bashkëbisedim ekskluziv me zotin Dennis McShane, i cili ka qenë ish ministër britanik i shtetit për çështjet e Europës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne do të shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer në një tjetër intervistë, po aq ekskluzive nga një tjetër vend i rëndësishëm, nga Turqia. Mos u largoni vetëm pas pak. Jemi rikthyer të nderuar shikues në transmetim të drejt për drejt në emisionin Balkan Talks. Kemi një ndryshim programi për shkak të lidhjeve direkte, por un kam kënaqësinë që të vazhdoj dhe të bisedoj për temën të cilën e diskutuam me zotin Dennis McShane pak më parë. Por në studio, për herë të parë, i ftuar në studion e Balkan Talks është profesor doktor Bashkim Selmani, profesori i terrorizmit ndërkombëtar dhe i së drejtës romake në Universitetin e Tetovës. Profesor, ju jam shumë mirënjohës që erdhët posaçërisht për emisionin ton. Të falenderoj. Mirënjohja dhe kënaqësia është e jona dhe jashtëzakonisht e lartë përsa i përket interesit të mbar kombëtar dhe vlerësojmë punën tuaj jashtë kufit të shtetit tonë. Euronews Albania bën gjithmonë të duhurën, profesor. Profesor, doja që duke e ditur fare mirë know-how-n tuaj për Ballkanin, por edhe për Serbinë, doja opinionin tuaj të sinqert. Besoni që presidenti Vučić ka qenë i sëmur? Shtak se gjithmonë strategjia slave
diçka flet tjetër dhe në veprim bëjnë diçka tjetër. Më pak që mund ta besojmë, por vetëm është një indikacion në intrigave e serbëve, të cilët në këto formë ata dinë të përfitojnë. Sepse gjithmonë realitetin e udhin diku tjetër, ndërsa vërtetësinë e fakteve dhe argumenteve bëjnë në kaje tjera. Dhe kjo është një nga indikacionet kur është mes dy zjarreve, ata zgjedhin zjarrin e tretë sepse ata janë vetë zjarri. Dhe kjo është një nga elementet bazë me të cilën nuk e kuptojmë situatën, ja pam edhe ishte zoti ministri dhe pjesët e tjera që ne folën në përgjithësi, është një nga momentet bazë që politika slave është e integruar në themelsinë e saj, saqë ne shumë vështirë kemi të kuptojmë provat reale dhe materiale. Para mendoni ne ishim viktimë si kom. Qartë. Asnjë gjë nuk kemi argumentuar që ata janë armiqt dhe mbas skrimeve. Ju përmendoni tash në dy luftra, po ta fillojmë edhe nga 1912-13 krimet më të mëdha që janë bërë në hapësirën shqiptare, dëshimi asnjëherë nuk kanë qenë të gjykuar dhe pikërisht ne jemi ata që nuk mund t'i argumentojmë këto prova në aspektin e brendshëm dhe në aspektin ndërkombëtar, sepse gjithmonë dobësia ka qenë ligjore. Zoti Vučić gjithmonë ka bërë këto procese, unë më tepër e shoh si një lojë, element tjetër dhe një vazhdim i di momenteve është Bashkimi Evropian nga njëra anë, e cila luan rolin e ndërmjetësit, dhe ka teorinë e gabuar, për arsye se Europës ju la që të bëj verifikimin e saj. Nuk e di a është dialog apo nivel teknik e kështu me radhë. Çdo gjë mund të themi mes Vučićit dhe Kosovës në përgjithësi Republikës Kosovës, megjithatë nuk ka pasur asnjëherë dialog. Duke filluar nga viti 2011 e këndej, gjithmonë ka mësuar në forma dhe në raste të tjera që ka viktimizuar edhe ato pak të arriturat të Kombit Shqiptar, falë përçarjeve të mosunitetit dhe strategjisë për të prevenuar dhe përballuar dhe zhveshur politikën e tij. Unë thjesht e shoh si një bartës lufte i cili bën një luftë paqësore aktualisht. Po, të falenderoj. Ndërkohë në lidhje direkte nga Lugina e Preshevës, unë kam kënaqësinë të kem gazetarin dhe analistin e njohur atje, Valon Arifi. I dashur Valon, falenderoj që gjete kohë për të na u bashkuar. Valon, pyetja për ju është pak specifike duke qenë se jetoni brenda teritorit të Republikës së Serbisë. Kam lexuar goxha informacione për sa i përket asaj çka ndodhi në Florida dhe kthimit të presidentit Vučić. Mediat zyrtare nënvizojnë që ai ka qenë pa qef, japin edhe personazhet që kanë qenë rrotullti, konsultimin me mjekët dhe kthimin më pas në ADV. Ndërkohë që shumë media të tjera, por edhe rrjetet sociale kanë shpërthyer në meme duke thënë që ky ishte dështimi spektakolar i radhës i presidentit Vučić. Po, në fakt gjatë gjithë ditës që nga arritja e tij sot në Beograd, në fakt në spitalim ushtarak, pas gjithë deklaratave edhe nga mjekët që kishin kontrolluar, faktikisht presidenta serbe ka mjekun e vet që ka për kohë gjatë. Pas gjithë këtyre, kur thuaj se probleme qendrore të tij ishin me tensionin, gjithë që t'jesh president e Republikës së Serbisë në këtë situatë, në këtë kohë, të mos kesh probleme me tensionin, do t'ishte lajmi, jo të kemi probleme. Për shkak kjo mbase për shkak edhe vetë kësaj taktizimit që po bën presidenti Vučić, duke pretenduar në takimin që ka kohë që pretendonte që unë asnjëherë nuk e kam besuar se do ta takonte presidentin Trump. Sot gati shumë këto media që janë më opozitare kanë folur mbi një dështim, siç e theksuar, spektakolar të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nuk arriti të mbasi të takoj as edhe një akter të Partisë Republikane, gjithë që ai kishte pretenduar të shkonte sonte, nëse nuk gabojmë, në një takim ose mbrëm, nëse s'gaboj, mbrëm të republikanëve. Të republikanëve, i cili sipas një analisti edhe sër, por edhe sipas asaj që dim, në raste të tilla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të pranueshme edhe lobinget në këtë rast, pakesat që bën për të marrë pjesë në ato takime të tilla, gjithë që për takimin në fjalë kushtonte sipas disa mediave amerikane nga $42,000 deri në $440,000 që i bie gati gjysmë milion dollar për të marrë pjesë në atë takim. Mbas edhe po të ketë paguar presidenti Vučić, gjë që mendoj që ish keqësuar edhe gjendja e tij, është fakti që siç është po flitet edhe në Serbi, që të njëjtit i ka bllokuar, në fakt nuk e ka lënë të marrë pjesë fare në Florida, në atë ambientet ku do të qëndronte edhe presidenti Trump, vetë shefja e kabinetit presidentit Trump. Kjo Serbi mbase po shihet edhe si
përveç dështimit të tij edhe si një dështim në raport me shkuarjen e tij në Moskë në të cilën e kishte paralajmëruar presidenti Vučić, gjë nga kjo smundje, le të themi, e djeshme në SBA të mos shkojë as në Moskë, për faktin sepse ky pretendon të takonte presidentin Trump, njësoj të shkonte edhe në Moskë tek presidenti Putin, gjë që në një farë mënyrë të ashiste, le të themi, në Serbi, brenda Serbisë, si një politikan që ka përkrajen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe Rusisë njëkohësisht, gjë që e cila nuk ndolli dhe gjë që unë mendoj që është në favor të studentëve atyre që mbase dihet toni përkraj në Serbi, por edhe bashkimit evropian, të cilët në një farë mënyrë le të themi kishin përkthyer për muaj dhe vitet të tëra presidenti Vučić, i cili në ditët e fundit deklaroi se nuk do ta pyeste askënd, por do të shkojë në Moskë. Do t'i kthehemi asaj, Valon. Është një nga pikat që do ta trajtojmë në bashkëbisedim. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Prishtina, un kam kënaqësinë që të kem ish zëvendës ministrin e brendshëm të Republikës së Kosovës dhe njërin prej njohësve më të mirë të gjeopolitikës rajonale dhe asaj ndërkombëtare, zotin Selam Shkodra. Zoti Shkodra, ju falenderoj që gjetët kohë. Është kënaqësi për mua. Përshëndetje, Franko. Zoti Shkodra, pyetja është e njëjtë për ju. Si e pat ju këtë zhvillim vërtet të befasishëm që duket sikur ishte 180 gradë e ndryshme nga ajo që presidenti Vučić do të realizonte në Florida për të vizituar Mar-a-Lagon, sepse ashtu e kishin këshilluar Orban dhe Meloni? Po spari s'kam besu fare në lajmin i cili ka qenë lajm që qarkullante ditëve të fundit që presidenti i Serbisë të penetroj kaq thellë për të arritur që të ketë një takim me presidentin amerikan Trump, dhe konsideroj që ka qenë më shumë në fushate orkestrume nga vetë presidenti Vučić sesa në takimi më shumë real. Mendoj që pavarësisht disa relacioneve që ka ndërtu ky president viteve të fundit me element caktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithatë s'ka arrit Serbia që të binë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mund të rihapën dyert, sikur dikur që ka pasur Federata Jugoslave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hendeqet dhe rezervet janë jashtëzakonisht të mëdha mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht kushdo që është në shtëpinë e bardhë dhe shtetit serb. Të njëjtit e njohin më mirë se sa na kush është personazhi i famshëm presidenti i Serbisë Vučić, dhe besoj që përkundër dy takimeve në një periudhë shumë të shkurtë kohore të njërit nga fëmijët e presidentit Trump, nuk mendoj që relacionet mes dy vendeve varen krejtësisht prej këtyre relacioneve private. Andaj besoj që do të ishte një lloj mbështetje shumë e madhe për shtetin serb, i cili nuk po heq dorë asnjëse nga destabilizimi i rajonit, dhe do të ishte në një mënyrë një lloj aprovimi politikave të tyre për ta çuar rajonin drejt një konflikti të hapur, ku do të fillonte nga shpërbërja apo dezintegrimi i shtetit të Bosnjës dhe nuk do të ndalej deri në Maqedoninë e Veriut, përfshi Kosovën, Malin e Zi dhe vendet e tjera. Mendoj që këto janë arsyet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë hapë derën për të atakuar presidentin Trump, presidentin Vučić. Në Florida. Arsyet të tjera të cilat shtiren se presidenti Vučić është i smur, mendoj që janë të paqëndrueshme. Po, profesor, njëri nga analistët aktual sërb që vlerësohet, por edhe ish diplomat, Nebojša Vujović u shpreh. Ishte shefja e kabinetit të presidentit Trump ajo që pengoi takimin mes dy presidentëve dhe ai nënvizon. Arsyeja është, siç e nënvizoi dhe zoti Shkodra, sepse Vučić donte të luante një lojë të madhe, të ishte negociator mes Trump dhe Putin.
Ju, si e analizoni këtë deklaratë? Ne përcjellim me vërmendje, duke ditur se vetë politika serbe ka një prioritet që thot viktimizon edhe vetëm për t'i bërë dëm të tjerëve. Prandaj zoti Vučić luan rolin e të marrit dhe të sëmurit, por është një artist fatkeq që gjithmonë e mban destabilizon komplet Ballkanin, dhe në këto intriga, diplomaci dhe politik, ata janë gjithmonë të papar në prizmin e strategjive të tjere, duke e ditur se ai është i vetmi që vjen me një bagazh luftarar për të shfarosur Kroatët, bosnjakët, shqiptarët. Jo serbët. Sakt. Dhe këtë asnjëherë nuk e ka përmendur faktori europian apo faktori amerikan ose të tjerë, dhe sot ai sillet si paqes, dhe nga ana tjetër është ngatrestari i vetëm në Ballkan, me të cilën të krijen krime të larta, dhe asnjëherë mos t'i përmenden, as ti Tovellin, zotit Vučić nuk janë përmendur, por ato gjithmonë integrojnë rastet këtilla. Ja, ata vetë ofrohen për të bërë një çroditje tjetër, dhe duke filluar vetëm rasti për shembull nga viti 2011, viti 2013, aktualisht janë ata që marrëveshje dhe stabilizimin mes Republikës Kosovës e mbajnë peng. Herë në aspektin teknik, herë në aspektin politik. Po nuk e kuptoj se kësaj radhe është viktim SBA dhe Rusia që deportuan deri atje. Për arsye se politika serbe 10 vitet e fundit, ju paramendoni sikur shqiptarët të bënin krime dhe të silleshin në një apo formë tjetër dhe si do të silleshte bota me ta. Por ata arritën që të amortizojnë pikërisht nëpërmjet artistit të sëmur dhe të njëjtën të abartin atë sëmundje edhe në nivelin ndërkombëtar. Po, falenderoj profesor. Ndërkohë, Valon, mua më ka bërë përshtypje një element që doja të ndaja me panelistët. Deklarata e zonjës Marta Kos ka qenë tejet e ashpër. 9 maj 45 dhe 2025 janë 2 data me vlera të ndryshme. Të shkosh në Moskë dhe të festosh me Putin ose ushtrinë e tij që po vret është në kundërshtim të plot me vlerat europiane. Asnjë legjitimitet Rusisë dhe Putin. Ju besoni që këto mesazhe të forta të Europës ishin edhe këto, një nga arsyet që e frenuan administratën e presidentit Trump që të pengoj takimin mes tij dhe presidentit Vučić? Rrjedhimisht, edhe këto kanë pasur ndikim, normalisht edhe në mos arritjen e delegacionit sërb le të marrë pjesë në këtë galambrëmjen e komitetit kombëtar që quhet republikanëve, sepse le të themi se mbase presidenti Vučić mund të ketë pas probleme shëndetësore dhe të jetë i detyrueshëm të kthehet në Beograd. Por ajo që dihet tashmë le të themi në Serbi dhe në Beograd, sipas informacioneve që kemi nga burimet normalisht të diplomatëve të huaj, litet që në këtë mbrëmjen e sotme nuk do të marrë pjesë as ministri i punëve të jashtme Gjurić, i cili ishte edhe ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 4 vitet e kaluara. Unë mendoj më shumë se vetë deklaratat e përfaqësuesve evropian, vetë Vučić pretendoi të marrë një përkrahje le të themi para shkuarjes në Moskë me një takim me presidentin Trump, një gjë të tillë besoj që le të themi edhe administrata Trump dhe Shtetet e Bashkuara Amerikane nuk e hajnë dhe le të themi nuk e hajnë kështu troç dhe nuk e pranuan mbase asnjë pjesëtar të delegacionit serb të marrë pjesë në këtë galambrëmjen e cila mbase edhe paguhet me lobim për të marrë Sigurisht. Pikërisht për të mos e parë si përkrahje të mundshme ose për të mos të shfryzuar presidenti serb Vučić këtë si përkrahje ose përkthjelje nga Trump për të shkuar në vizitën e javës sashme në Moskë. Gjë që unë mendoj që pikërisht për këto, mbase pas kësaj ngritjes së tensionit të zotit Vučić, ai nuk do të shkojë as në Moskë dhe do t'i rikthehet Europës me të cilët tashmë unë mendoj që për shkak sidomos këtyre ngjarjeve të fundit edhe me studentët, por edhe në raportet me Moskën dhe deklaratat e tij ku thoshte se nuk do të pyes askund dhe do të shkojë në Moskë, unë mendoj që pasej ka marrëdhënie të brishta.
Po, zoti Shkodra, doja që ta vazhdonim pak bashkë. Ka qenë tejet i ashpër reagimi i Moskës zyrtare, përsa i përket presionit, si që quajnë ata, apo kërcënimit, si që quajnë ata, të Europës ndaj presidentit Vučić, që ai të mos shkojë në asnjë mënyrë në Moskë. Dhe unë citoj zëdhënësen e Ministrisë së Jashtme ruse, kur thot, kështu veprojnë piratët, kështu vepron mafia, kështu veprojnë shantazhuesit dhe kriminelët. Kështu veprojnë celulat e mirëfillta terroriste. Pra ky ishte reagimi i Moskës zyrtare. Kërkohet me çdo kusht që presidenti Vučić të shkojë atje. Por ju e besoni atë që nënvizoi edhe Valoni, që ky presion europian duket sikur po materializohet në një qasje tjetër ndaj Beogradit? Jo, unë mendoj që presidenti Serbisë nuk është fare interesum që të shkojnë në Moskë me rastin e asaj paradës së famshme të tyre. Sepse presidenti Vučić e din që zgjidhja përfundimtare dhe rruga përfundimtare e tij në zhvillimin e vendit të tij dhe në stabilizimin e cili është në vend që kohëve të fundit po vun prej problemeve të mbrëmshme, si që janë protestat më shumë se 5 muaj të studentëve, po ashtu edhe problemet të mëdha financiare të cilat gjinët, është në perëndim. Por Moskën i njëjti kohë pas kohë e përdor për të shantazhu pikërisht perëndimin se mund të kemi edhe një alternativë. I njëjti bën përpjekje të vazhdueshme që vendi i tij të jetë pjesë e proceseve integruese, madje edhe pjesë të marrëveshjes së tij me kryeministrin e Kosovës si në Bruksel dhe në Ohër, në aneksin e Ohërit, e ka procesin integrues të Serbisë në Unionin Evropian. Por i njëjti arrin që me një mjeshtri të madhe të krijojë një situatë të favërshme për vendin e tij, sa i përket këtyre dy bloqeve, duke i bërë të qartë që të dyja se Serbia mund të jetë partnere ose për njërin ose për tjetrën, por në fakt nëse shohim Serbia në vazhdimsi ka qenë e kujdesshme për të ruajtur të ekuilibra mes zgjidhjes a duhet të jetë me Moskën apo duhet të jetë me bllokun perëndimor. Andaj mendoj që dëshira e tij nuk është të jetë në Moskë me datën 9 maj, për shkak se e din se reagimet dhe reaksionet mund të jenë të mëdha dhe i njëjti besoj që në këtë kuptim edhe ndoshta ka lansuar edhe këtë lajmin e fundit që vun nga probleme me jo stabilitetin e tensionit që është e zakonshme, nuk është ndonjë farë smundje problematike që duhet të dramatizohet në asaj përmasa. Për pikpamjen time, mendoj që presidenti i Serbisë nuk do të jetë në Moskë, por do të çojë një delegacion të nivelit të mesëm sa për të kënaqur të dyja palët. Kthy në çështjen që ju ngritet të zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Federatës Ruse, mendoj që e njëjta ka bërë përpjekje që të fitoj një person më tepër në parat, president më shumë në parat, si që është presidenti i Serbisë, ku Federata Ruse ka domethënë 3 vite që gjinen në një lloj izolimi ndërkombëtar, e që është shumë i nevojshëm një delegacion i nivelit të tillë të ishte pjesëmarrës në këtë parat. Por besoj që Bashkimi Evropian është i qartë në qëndrimet e veta dhe mendoj që tashmë mesazhi është marrë nga autoritetet serbe dhe do të sillen konform këtij mesazhi. Kur serbët e kuptojnë që perëndimi e ka për një mend, të njëjtit janë të kujdesshëm dhe marrin vendime në favor të shtetit të tyre dhe jo në favorin e presidentit të Federatës Ruse Putin. Janë mjeshtër të vërtet për të bërë këto dallime të cilat duken të vogla, po kanë efekte të drejtë për drejtë edhe shumë të mëdha.
Po, të falenderoj. Ndërkohë të nderuar shikues, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish për të diskutuar për të njëjtën temë, përse presidenti Vučić nuk u takua me presidentin Trump dhe cili është impakti i kësaj ngjarjeje në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Mos u largoni vetëm pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues. Profesor Selmani, qasja juaj? Për shkak se ne mundemi aktualisht për kësaj që përmendëm ju, dhe ne së bashku, është fakt se burimi dhe synimi i zotit Vučić është në këtë prizë. Ai do të shpall luftë, në dy formë. Do të shpall luftë? Se është një luftë aktualisht me qytetarët e saj, sepse ai pa pranuar për dinjitet dhe udhëheqjen e shtetit serb. Dhe këtu nuk ka ai pozitën e tyre dinjitoze për të udhëhequr Serbinë, sepse mbi 90 ca ditë është në protestë. Dhe nga ana tjetër defokusi që ka aktualisht me Bosnjën, pjesë e çështjeve të Kosovës, dhe aktualisht ai do të bëjë një shpërthim, por tash ai ka ndihmë dhe pra të tërhequr vëmendjen nga zhvillimet e brendshme, ai do të provokojë tension ke vendet fqinj. Vendet fqinj po provokon, sepse edhe Maqedoninë është e provokuar, Kosovën, Bosnjë e Hercegovinë, Bosnja është vetëm në gjendje luftë.
por ai e amortizon këtë në mënyrë perfide dhe në këtë rast përse përket këtyre takimeve, ai e vendën të themi lajthim vetë opinionin edhe nacional edhe ndërkombëtar se do të takohet apo jo, ato janë të lidhur shpirtërisht, po kjo vetëm një provokim me botën se si do të takohet. Dhe nga ana tjetër para dijave ju ishim përfaqësi se kishte sot që falë sarpe me të cilat ato lidhet i mbajnë vazhdimisht. Po kjo është forma me të cilën aktualisht ka një situatë të tensionuar. Pra, ju prisni, profesor, një tjetër zhvillim shumë më dinamik, ndoshta një provokim tek vendet fqinje për të shpërthyer një konflikt disi më të fortë për të tërhequr vëmendjen nga betejë e brendshme që ai ka me studentët dhe jo vetëm. Jo vetëm, prandaj pikërisht këtu është edhe strategjia e tij për të vepruar në këtë formë dhe për të vënë lajthim. Dhe nga ana tjetër nuk mund të themi se Europa apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket hapësirës, mua më shqetëson shumë. Pse këto japin hapësirë zoti Vučić në të mënyrë të veproj, kur ai është destabilizuar si tërë Ballkani dhe brenda 10 decenjeve ai e mban peng një situatë jashtëzakonisht të rënduar si në aspektin ekonomik, politik, ja shihni që edhe nga ngërthyer Malinizi, do të shihni që gjitha pjesët Maqedonin po ashtu sepse humbja është shumë e madhe. Rësi se përveç faktorëve të tjerë, sa ato paralelisht në aspektin politik, diplomatik, janë ata që koordinojnë krimin dhe korupcionin në Ballkan. Do të shihni se Serbia apo Nishi që mund ta quajë ndryshe, që është baza e pengmarrjes në aspektin fetar, në aspektin e korupcionit, në aspektin ekonomik dhe gjitha format e tjera. Do të shihni buxhetin e saj se sa ndan ajo për të mbarë të destabilizuar të gjitha këto zona dhe këto rretha. Mirë po, pse gjuha ndërkombëtare nuk i përgjigjet me gjuhën e tij që kupton, kjo nuk e kuptoj. Ndoshta po afrohet koha e përcaktuese. Valon, e përmenda gjatë pushimit me profesorin edhe një ngjarje që duket sikur kaloi pa shumë interes në Ballkan. Vizita e kryepatriarkut të kishës ortodokse serbe Profirie në Moskë, takimi i gjatë dhe intensiv me presidentin Putin. Dhe unë këtu kam të gjitha deklaratat e tij që i ka thënë presidentit Putin, por për një moment më duk sikur nuk ishin deklarata të një prifti, por të një politikani race. Ose më sakt, duk sikur ishte Vučić atje më shumë se sa krye patriarku Profirie. Në fakt, normalisht, ata nga Peja, realisht një ditë më herët ishin në Pejë të Kosovës, pastaj në patriarkalen e Pejës, pastaj shkuan në Moskë. Dihet botërisht Serbi që kryepatriarkat gjithmonë janë në farë mënyrë të përzgjedhur nga politika në Serbi, rrjedhin vesh në pushteti. Njësoj edhe ky fundit që është i afërt me presidentin Vučić, unë mendoj që ky mbasëm i deleguar edhe nga presidenti Vučić, i cili në një farë mënyrë e ka ditur, mendoj që ka qenë informuar që nuk e ka të lehtë të shkojë në vizitën në Moskë, sidomos të marrë pjesë në bashkësimet gjithë ata që e kanë theksuar se të marrin pjesë në ditën e 9 majit në Moskë bashkë me presidentët këta përfaqësuesit e Koreas, Zveriut, Kinës dhe të tjerët, duke qenë shtet i cili pretendon të bëhe, unë mendoj që e ka ditë që nuk e ka të lehtë të shkojë, prandaj ka për të zbutur mbase një mënyrë për krijuar tema të reja në Serbi e dërgoi patriarkalin e kishës ortodokse serbe, gjë që impakt në shoqërinë serbe nuk është se ka pas, siç rrjedhimisht nuk patën edhe këto lajmet e ditë e mëngjesit sot të tabloideve pro pushtet këtu ku thonin se presidenti Vučić do të takoj Trump, pas Trump do të shkojë te Putin dhe në fund te përfaqësuesi Nelson GP, derisa asgjëra nga këto dogë dhe përfundoi si me. Unë nuk mendoj që me parafosin që Vučić është toleruar të veprojë kështu, ata mbase e kanë, sidomos shtetet e bashkuara, diplomacia amerikane, shteti amerikan, mendoj që nuk e kanë të drejtë dhe nuk do t'ja ndalojnë asnjë përfaqësuesi të Ballkanit të marrë pjesë në për vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por normalisht që siç bën edhe me presidentin Vučić, sot nuk e lanë të marrë pjesë në një eveniment i cili mbase ishte një partie politike atjeve, themi, atje ku merr pjesë presidenti Trump, por gjë që nuk e toleruan ty as mbase edhe me pagesë, duke vënë paç që nuk mund të vish në një komitet, le të themi një gala mbrëmje tonën për të shkuar në Moskë. Prandaj nuk po kanë më, le të themi, Serbi ndikim asnjë nga këto që çfarë po pretendon Vučić, qoftë këto ngjarje që po i
seksion në Bosnjë dhe Hercegovinë, respektivisht në Republikën Sërbe të Bosnjës, ose mbas edhe me Kosovën, këto tashmë e kanë humbur ndikimin për të krijuar si tema të brendshme për shkak situatës e cila po ngjan 6 muajt e fundit në Serbi. Po, ndërkohë, zoti Shkodra, kemi folur vazhdimisht për një lloj tolerimi, e përmendi dhe profesori në studio, tolerimi nga ana e perëndimit ndaj presidentit Vučić, i cili duke i shfrytzuar hapësirat ka luajtur mjaft mirë në politikën e disa karrigeve. Me këtë zhvillim në Washington dhe ndoshta potencialisht mosvajtjen e tij në Moskë, a duket sikur hapësira e tij për të luajtur me dy karrige mes lindjes dhe perëndimit fillon dhe ngushtohet dhe ai duhet të marrë një vendim të formës së prerë se nga duhet të orientohet e ardhmja e afërt e Serbisë? Po, Serbia nuk e ka as fuqinë, as rejtingën, po as rolin që ka pas dikur Federata Jugoslave, dhe s'ka as politikan të meqër të nivelit që kanë qenë liderët e Federatës Jugoslave. Mendoj që të njëjtit kanë tentuar që të vazhdojnë politikën duke luajtur mes lindjes dhe perëndimit si një amortizator mes këtyre dy bloqeve, por me shpërbërjen e Federatës Jugoslave vitet 90-ta dihet se si është sjell perëndimi me Serbinë. Dy herë ka bombarduar edhe në rastin e Bosnës edhe në rastin e Kosovës. Por konflikti mes Federatës Ruse, lufta mes Federatës Ruse dhe Ukrainës i rikthej një rol Serbisë, por një rol të kufizuar me qëllim që i njëjti të kry disa punë dhe këto ishin si furnizimi me municioni i armatës ukrainase, si dhe nevojitej një lloj zbrapsje e Serbisë për të mos shku drejt për drejt në relacione me Federatën Ruse, ku perëndimi me çdo kusht donte që mos t'i kryej detyrat e presidentit Putin, i cili gjendej në një pozicion jo të mirë, ndonjë nga vendet e cilat gjendet gjeografikisht në Evropë, për shkak se Serbia ka mund që të rikthej konfliktet e viteve 90-ta në rajonin e Ballkanit me kërkesë të Moskës zyrtare. Andaj me fillimin e negociatave mes Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku po bëhet përpjekje e vazhdueshme për të përmbyll konfliktin atje, mendoj që do të zvogëlohet, të thuaj se do të humbë roli specifik që u krijoi Serbisë në vitet e fundit, e rrjedhimisht do të fillojë edhe disiplinimi i saj në relacion me vendet përreth, ku Serbia ko pas kohe po tregohet se ka fuqi për të eksportuar dhunë për të kufeve të vetë. Andaj besoj që sa po të arrihet në marrëveshje atje, mendoj që perëndimi do ta rikthej në kallëpët e vjetra, apo thënë në kallëpët e viteve 90-ta, sjelljen e saj me Serbinë. Profesor. Unë plotësisht pajtohem pjesërisht me çështje të këtilla, por është një favor tjetër, sepse te që argumentojmë dhe kundërshtojmë në aspektin politik dhe diplomatik, do të shohim që në Serbi, Kina, BE, Turqia dhe SBA janë investitorët më të mëdhenj në Serbi. Edhe Gjermania, sigurisht. Gjermania, patjetër, kur themi Europa, nuk kupton ato së bashku, me thonë, po të shihni në vende tjera nuk është një investim i tillë. Dhe nga ana tjetër, unë nuk kuptoj kur Bashkimi Evropian ja falën krimet në një apo formë tjetër, sepse krimet më të larta që ka bërë Serbia, apo mund ta quajmë shteti i cili ka metastazën kriminale duke filluar nga Rusia dhe po vazhdon të bëj krime paqeje, nuk ka asnjë kundërshtim, për arsye se figura e tij është figurë luftarake. Këto nuk i kemi pa ditë as ne shqiptarët, për arsye se ka bërë krime edhe në Serb, edhe në Kosovë, edhe në Bosnjë Hercegovinë, gjitha këto figurat, ne akoma nuk kërkojmë që të hiqet pagëzimi i Kosovës, siç e quajnë ata, nga Kushtetuta e Serbisë, dhe shumë proceset e tjera. Paramendoni si kur dalën shqiptarët dhe thonë ku ka një shqiptar do të jemi bashkë, çfarë do të na ndodhte gjithë neve së bashku këtu, dhe nga ana tjetër ata
gjithmonë në gjitha takimet diplomatike dhe të tjera shprehen në këtë mënyrë që Serbia do të mbrojë çdo sar kudo që gjendet. Po ata e mbrojnë sepse kanë strategji institucionale, kanë mbi 20 institute që e mbrojnë të paru, po ashtu dhe në aspektit fetare, që paralelisht mbajnë një prizë Ballkanin të ngulfatër, dhe të shihni të gjitha kyshet ku janë ato, ma tepër kanë armatime se sa që kanë fe, dhe nga në tjetër, tek ne ndodh e kundërta e këtire proceseve, në akoma nuk kemi një strategji të përbashkë, rësisë se Kosova akoma nuk e ka bërë të shfrytëzoj të drejtën humanitare ndërkombëtare, siç është dëmi material dhe jo material gjatë luftës, të gjitha këto figurave rrepsisht të ndalohet hyrja në Republikën e Kosovës. Prandaj edhe mungesa jonë jo e faktizuar e krimeve dhe gjenocidit që ndodhin në Kosovë nuk është drejt për së drejti që do të ngulfalte mbas provave dhe kompenzimeve të tjera. Pra në nivelin ndërkombëtar ne kemi shumë çështje me të cilën duhet i zgjidhim mes vetes fillimisht dhe më pas ti promovojmë Tirana marrjen. zyrtare dhe Prishtina zyrtare duhet të flasin me gjuhën ashtu siç flet Serbia në diplomacinë e saj. Valon, doja pak a shumë të njëjtën pyetje. Duke qenë se ne pam vizitën e Macronit aty, vizitën e Scholzit aty, marrëveshjet e forta tregtare, qoftë me Shtetet e Bashkuara, por me Kinën dhe me shumë faktorë të tjerë. Në këtë realitet të ri, pra në këtë mospritje të Vučić në Florida, por njëkohësisht edhe me presionin e jashtëzakonshëm që po vjen nga studentët dhe lëvizja protestuese në Serbi, a gjykohet pra në Serbi që presioni ndaj Vučić po shtohet dhe hapësira e manovrimit të tij po vjen duke u minimizuar derisa të mbarojë? Në fakt, kështu e shohin, sidomos këta kritikët e regjimit Vučićit në Serbi, edhe analistët serb, po edhe partitë opozitare, pikërisht sepse ata, edhe në realisht edhe ka qenë ashtu, presidenti Vučić për vitet e fundit ka qenë pak sa mbase le të themi përkvelur, sidomos nga këto tri shtetet, Gjermania, Franca, duke qenë si investitor kryesor në Serbi, por me këto të manovrimet, le të themi të fundit, pas një farë, le të themi keqësimit të marrëdhënieve të SBA-ve me Europën, me Bashkimin Evropian, respektive Europën, presidenti Vučić manovroi duke pretenduar të afrohej me Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe Rusin, gjë që unë mendoj që i ka irrituar paksa dhe përfaqësuesit europian, të cilat ishin të ashpër edhe për vizitën në Moskë, por që kanë filluar në një farë mënyrë të japin edhe le të themi legitimitet ose përkraje protestave të studentëve duke deklaruar se mbase ka filluar, nuk e kanë thënë më herët, tashmë kanë filluar ta përdorin sidomos faktori le të themi ndërkombëtar, ambasadat në Beograd, duke gjykuar ose kritikuar pushtetin në Serbi për shtypjet që po ja bën ose mbase edhe arrestime e burgime të studentëve aktivistëve politik të Serbi, duke i quajtur mbase si të burgosur politik gati 10 studentë të cilët janë burgjeve të Serbisë për shkak protestimit të tyre. Unë mendoj që tashmë në një farë mënyrë Vučić nuk është në situatën e viteve të kaluar kur mund të zgjedhë midis lidhjes dhe perëndimit apo le të themi midis Moskës dhe Evropës. Ky është i vetëdijshëm që nuk ka rrugë tjetër për një shtet që le të themi gjendet brenda kontinentit evropian, dhe normalisht që rruga e vetme për Serbinë është rruga drejt Bashkimit Evropian, por që mbase e gënjeu intuita ati me këto veprimet e fundit, gjë e cila e çoi një dështim, siç e theksuam edhe më herët, spektakular në SBA, sot gjë që është bërë le të themi objekt i talljes mbase edhe në Serbi, po edhe në rajon, duke sot ka qenë një lajm se mbase edhe përfaqësuesi kryeministi i Slovakisë, Robert Fico, kishte pasur probleme me shëndetin, sepse i njëjti pa tekstuar se do të shkojë në Moskë me 9 maj, gjë që ka filluar të tallën edhe aktorët opozitarë Serbi. Rritje tensioni masive tek liderët autoritar në Europë. Të falenderoj. Të nderuar shikues, ne do të shkëputemi për hapësirën e fundit publicitare të këtij emisioni dhe do të kthehemi sërish për të diskutuar të tjera dimensione të kësaj ngjarje vërtet madhore, e cila duket sikur do të ketë impakt të jashtëzakonshëm edhe në Ballkan. Mos u largoni, sërish bashk vetëm pas pak.
Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues të Euronews Albania për të vazhduar me emisionin Balkan Talks. Zoti Shkodra, doja që ta vazhdonim bashk. Si e shihni ju ecurin afatshkurtër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ndonë se është në impas për momentin për shkaqe objektive në Prishtinë dhe për shkaqe objektive në Serbi. Por më shumë doja të fokusohesha tek qasjet që kanë ndaj tij faktori ndërkombëtar, ai dominant, Bashkimi Evropian në këtë rast, sepse Shtetet e Bashkuara i analizuan pak më herët. Po, para pak ditësh, Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian ishte në Serbi dhe mendoj që kjo ka qenë vizita ku i është bërë të qartë presidentit Serbisë Vučić se s'mund të udhtoj drejt Moskës dhe i njëjti sigurisht që i ka tregu se procesi integrues i Serbisë varet shumë prej dialogut dhe prej zbatimit të marrëveshjeve dhe aneks marrëveshjes së Ohrit. Po në këtë prizëm mendoj që bashkia ndërkombëtare e cila ka facilituar veçanërisht Unioni Evropian gjithë procesin e dialogut, tashmë po pritet që të ketë dinamika të reja për shkak të emisarëve të ri, të cilët janë të përfshirë në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe të njëjtit besoj që do të bëjnë përpjekje që ta rikthejnë në agjendën e të dy qeverive, të dy vendeve, si prioritet çështjen e dialogut, për arsye se proceset integruese janë shumë të nevojshme në këtë periudhë, në këtë moment ku vendet dhe globi po gjendet. Sipas gjitha gjasa, konflikti i Ukrainës ka treguar edhe burokratëve në Bruksel se është i nevojshëm në zgjerim e Unionit Evropian me hapa më të shpejt në drejtim të rajonit tonë. Dhe besoj që do ta lexojnë drejt që të dy vendet, që dialogu është i vetmi alternativë, i vetmja zgjidhje për të arritur edhe procesin integruese që të ketë sukses, po edhe që të dy vendet të kthehen në normalitetit në kuptimin e fshehësisë së mirë. Unë nuk pres që do të jetë kjo rrugë e lehtë, veçanërisht nga pala serbe, cila në vazhdimsi ka bërë obstruksione për zbatimin e gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur mes dy vendeve në dialogun më shumë se një dekadësh në Bruksel, por besoj që presioni i cili do të koncentrohet në qendrën duhet zhvendoset nga Prishtina dhe duhet të koncentrohet në kryeqendrën serbe në Beograd. Mendoj që do të ketë rezultatet e veta dhe do të kemë muajt apo fund këtij viti do të kemë rezultate të prekshme në procesin e dialogut mes të dyja vendeve. Kosova ka shumë nevojë që të heqë masat të cilat po i vuan nga Bashkimi Evropian. Nga Bashkimi Evropian pikërisht për shkak zhvillimeve që kanë ndodhur vitet e fundit në pjesën veriore të vendit. Dhe besoj që nëpërmjet këtij dialogu mund të jepet sinjale vendeve të cilat janë skeptike se vendi mund të ketë një qasje më proaktive në dialog dhe të bartë mesazhe që është i gatshëm që të hecë tutje në gjitha zbatimet e marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat janë arritur. Po. Valon, edhe një pyetje të fundit. Çështja e Kosovës, a ka sensibilitet, atë sensibilitetin e zakonshëm në qarqet politike aktuale dhe mediatike në Serbi, apo është lëvizja dhe protestat studentore ato që kanë si thua eklipsuar gjithçka? Në fakt provohet të futet në debatin publik, të provokohet me temën e Kosovës pikërisht nga pushteti dhe çarqet e tij, por
që nuk po arrin të depërtoj për faktin që lëvizjet studentore protestuese në Serbi gjatë gjithë kohës e gjykojnë presidentin Vučić që me veprimet e cilat i ka bërë në Kosovë gjatë gjithë kohës që ai ka qenë në pushtet, në një farë mënyrë e ka humbur Kosovën dhe në këtë kohë po i humbë edhe qytetarët serb në Kosovë, të cilat ka kohë që kanë të integruar mbasi as në një institucion të Republikës Kosovës, gjithë që i thonë edhe publikisht pushtetit Vučićit që është figura kryesore e cila ka humbur përveç Kosovës edhe qytetarët serb në Kosovë, gjithë që një farë mënyrë mbasi është edhe pak e vërtet për faktin që me veprimet tërheqës nga institucionet, sidomos në veri të Kosovës, serbët nuk është se kanë fituar në një të drejtë të re ose në një proces të ri të fillimit të dialogut politik të brendshëm, po mendoj në mes Kosovës dhe serbëve në Kosovë, gjithë që kjo në Serbi kritikohet dhe pikërisht për shkak të faktit që ka 25 vite le themi që Kosova është temë dhe është stërlodhur populli serb në Kosovë, në Serbi, sidomos gjeneratat e reja të cilët kanë lindur në 2000 dhe tani kanë përfundojnë mbi 2 dekada, bëjnë 25 vite. Vazhdojnë e dëgjojnë të njëjtën temë. Të njëjtën histori, mbasa edhe janë lodhur, njësoj që mendoj që mbasa të rinët kosovar kanë filluar të lodhen nga ky fakti që për 25 vite gogolet gjithmonë në Serbia derisa në Kosovë rritën çmimet e fakturave të rrimit, të ushqimit, gjithçka rritën, pagët janë të njëjta. Po. Valon, jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet. Kënaqësi që ishe në Balkan Talks. Fundjavë të mbarë në vazhdim. Ndërkohë, unë kam kënaqësinë që të prezantoj para jush të nderuar shikues panelisten e fundit dhe është nga Zagrebi në Kroaci. Është zonja Ermina Lekaj Përlaskaj, ish deputete e Parlamentit të Republikës Kroacis, aktualisht këshilltare e ministrit të jashtëm të Kroacis. Zonja Përlaskaj, shumë faleminderit që na u bashkuat. Faleminderit për ftesë. Zonja Përlaskaj, ne kemi diskutuar gjatë gjithë kohës për atë ngjarje që ka bërë buj në Beograd dhe në të gjitha kancelaritë europiane dhe më gjërë për faktin që presidenti Vučić nuk e realizoi takimin me Donald Trump, por u sëmur dhe u nis urgjent për në Serbi. Doja t'ju pyesja, cili ka qenë reagimi në Kroaci për një ngjarje të tillë e cila vërtet nëse do të ndodhte, do të kishte goxha zhvillime, do të pasohej nga zhvillime të tjera. Po në Kroaci, së pari kjo ngjarje ka bërë një bujë të madhe njëjtë, mirë po nuk mund të them që ka qenë ashtu me një eufori të madhe, mos takimi i Donald Trump dhe Vučić. Supozohet që me të vërtetë Vučić është i sëmur, mirë po duke i marrë parasysh edhe rrethanat dhe takimet e mëparshme të djalit të Donald Trump dhe Vučić, ekziston ende një themi ashtu si një frikë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Ndoshta edhe supozohet që kjo është edhe një mënyrë që ai me datën 9 maj mos të paraqitet në Rusi, pasi që edhe i është tërheq vërejtja. Ndoshta shihet edhe si një, themi ashtu, si një siguri e tij që nuk do të merr pjesë me datën 9 maj siç është paralajmëruar. Në Rusi. Bashkimi Evropian dhe Kroacia është vend antar i Bashkimit Evropian, i kanë kërkuar me insistim atij, madje në një farmase edhe e kanë kërcënuar që nuk duhet të shkojë. E fundit ishte zonja Marta Kos, por ai ka deklaruar që edhe qiejt të përmbysen, unë do të marr pjesë në paradën e 9 majit, në rast se ai nuk do të shkojë atje. Çfarë do të thotë kjo në këndvështrimin tuaj? Do të jetë një reflektim i aleatëve amerikan dhe europian që po e detyrojnë presidentin Vučić të ndjek linjën e duhur tashmë? Po, presidenti Vučić deri më tani ka luajtur paralelisht në themi ashtu në dy karrige, edhe pse ndoshta publikisht e përkrah Rusin dhe agresionin rus, në anën tjetër edhe i ka plotësuar kushtet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian për dhënien e armëve në Ukrainë. Pra, presidenti Vučić ka qenë ai i cili ka ditë ta mbajë një balans. Mirë po mendoj që tani ka ardhur në një moment që duhet ta përzgjedh
anën dhe palën se cilës palë do t'i takon, pra do t'a mban linjën e Bashkimit Evropian apo do t'i mbështetet Rusisë. Zonja Përlaskaj, doja t'ju bëja një pyetje të drejt për drejt. Përse Kroacia ka nxitur lëvizjen studentore? Përse ajo provokon destabilitetin e Serbisë? Janë këto deklaratat e drejt për drejta të presidentit Vučić kur ai shpjegon thelbin, ato bazën nga e cila ka startuar lëvizja studentore dhe kjo lëvizje masive popullore kundër tij. Kjo është vetëm një deklarat e presidentit Vučić, kurse pala kroate në asnjë moment nuk ka nxit një gjë të tillë. Sa i përket mbështetjes së studentëve, si gjithë studentët dhe gjitha institucionet që janë për një demokraci e i mbështesin një lëvizje të tillë studentore, mirë po prapë kthehem tek ajo që shteti kroat nuk ka bërë nxitje të tilla, edhe pse Vučić çdo herë kërkon që të gjejë fajtor dikën nga jashtë dhe më së miri është fajtorin kryesor ta bën shtetin kroat, duke pas parasysh se me Kroacin me vite të tëra kanë qenë në një lloj rivaliteti edhe gjatë kohës së ish Jugosllavisë, edhe gjatë luftës adhetare në Kroaci dhe ato aspiratat e Vučićit që prapë të kthehet në Kroaci janë shumë të mëdha, pra nuk pajtohem me një deklaratë të tillë, këtë e them në emër tim, mirë po duke e ditë edhe qëndrimin e qeverisë dhe shtetit kroat. Ai akuzoi shërbimin e fshehtë kroat për të qenë më specifik. Po, do t'i ishte mirë që të argumentohet e gjithë kjo dhe ju e dini shumë mirë po mendoj që kjo lëvizje studentore vjen nga vetë pakënaqësia e popullit serb në Serbi dhe prapë kthehem tek ajo se Vučićin gjithë e njohim si një person i cili din të manipulon me shtetet e ndryshme dhe me popullin e vet dhe sipas me kjo është një lloj i manipulimit të tij që ta mshef të vërtetën për çfarë arsye janë ngrit në protesta studentët serbë në Serbi. Zonja Përlaskaj, doja edhe një temë të fundit ta diskutonim bashk. Marrëveshja ushtarake Kroaci, Kosovë, Shqipëri u vlerësua masivisht nga të treja shtetet, ndërkohë që presidenti Vučić dhe e gjithë linja e tij pati një reagim tejet agresiv. Si u prit ky element në Kroaci? Po, siç e dim, ministri i mbrojtjes së Kroacisë dhe kryeministri i Kroacisë kanë dalë me deklaratë që kanë thënë që ka kalu koha që të pyetet Serbia se çka duhet të bën shteti kroat. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me këtë pjesën e Ballkanit. Gjithë e dim që njëjtë është ftuar që të përfshihet në këtë marrëveshje edhe Bullgaria, e cila njëjtë është pjesë e Bashkimit Evropian, pra asgjë s'ka të bëjë kundër Serbisë, por prapë mendoj që kjo është një lloj e panikës Vučić nëse bashkohet populli shqiptar, pra dy shtetet shqiptare, Shqipëria dhe Kosova, me mikun e tyre, aleatin e tyre Kroacin. Dhe nëse bashkohet edhe Bullgaria, kjo tregon se është një politikë e Bashkimit Evropian që të kenë shtetet e Bashkimit Evropian me shtetet tjera një lloj bashkëpunimi, cilën edhe e kanë shpreh. Pra gjitha këto janë pak a shumë themi edhe lloj e politikës Vučić, i cili dëshiron që ende të rrinë në frontin e tij dhe mos të largohet nga sedia e tij dhe çdo herë gjen fajtor përreth dhe gjithë e dim se përveç kësaj shtetin e Kosovës ende nuk e pranon si shtet. Dhe kjo tregon se çdo herë kur flasim për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë, pra insistimi është që mos thuhet negociatat mes Kosovës dhe Serbisë, po mes Prishtinës dhe Beogradit. Zonja Përlaskaj, ju falenderoj sinqerisht për kohën, e shikoj që jeni në kushte ambulatorike ndaj vijim të mbarë të rrugës në vazhdim. Falenderoj shumë që na u bashkove. Do kemi raste të tjera për të diskutuar sërish. Faleminderit edhe juve për ftesë. Faleminderit, fundjavë të mbarë. Profesor,
Duke qenë se po i afrohemi fundit të këtij emisioni dhe i analizuam shumë dimensione, unë di që ju e keni për zemër atë që e prekët pak më herët, faktori shqiptar. E përmendi pak zonja Përlaskaj, 2 shtetet, por ne kemi pjesë edhe në Maltëzi, mbi të gjitha edhe në Maqedoninë e Veriut, e cila po përjeton momente jo të mira tani, apo jo? Po pikërisht është këtu për arsye se asnjëherë dhimbje dhe historia shqiptarët nuk arriti që t'i bëj bashk, të paktën në një strategji, për arsye se gjitha këto shtete që flasim, ne përmendëm dhe fillim folëm për Serbinë dhe Vučić, dhe nga ana tjetër nuk folëm se pse shtetet tjera heshtin dhe kësa. Askush nuk i përgjigjet ndaj këtij agresioni. Flas për vendet ballkanike dhe fqinjësare. Dhe ato që përmendet ju, unë kam dëgjuar dhe jam shumë i bindur në të, sepse Fesia e parë është që sa më afër do jetë Tirana zyrtare me Sofjen, aq më lehtë dëzire çështja shqiptare në Ballkan. Sa më afër që është Tirana zyrtare me Beogradin, aq më çështja shqiptare dhe kombëtare do të jetë më larg afërsisë dhe njëra tjetrës. Pra kjo është një problem. Çështja e dytë, në aspektin juridik, ne nuk kemi bërë asnjë veprim për arsye se ndaj këtyre krimeve kemi të drejtë të japim çështjet dhe proceset në aspektin juridik edhe me padi private edhe me padi publik. Nga ana tjetër, kemi marrëveshjet e Jugosllavisë dhe Shqipërisë, për shembull, Shënaumi. Ju dini se di subjekte kur lidhin një marrëveshje juridike dhe kur njëri nga këto subjektet shohet apo vdes, atëherë porosia i kalon shteti që është gjallë apo palës që është gjallë, në këtë rast është Shqipëria. Dhe me thënë Shqipëria, Kosova, asnjëra nga këto nuk i kanë kërkuar të drejtat e veta elementare dhe sot u bë që fajësia t'u kaloj shqiptarë. Dhe përsa folim për Europë dhe Europa bën investime në Serbi dhe nga ana tjetër e mban sanksionet në mënyrë të pa drejtë dhe të pa argumentuar, asnjë nga palët shqiptare nuk e ka argumentuar dhe ne si publik nuk e dim se cilat janë shkaqet e sanksioneve. Pra, mospasja e një strategjie të përbashkët në aspektin juridik dhe në aspektin politik e studiuar, kjo do të thotë që shqiptarët nuk e ushqejnë politikën me shkencë, por thjesht me politikën e tyre, qofshin ato subjektet, jo, është çështja e subjekteve me të cilën gjithmonë subjektet i shohin dhe vënë në funksion shtetit, dhe jo subjektet i vënë në shërbim të shtetit, në shërbim të kombit. Dhe kjo ka bërë atë që të gjithmonë të ndihemi edhe fajtor, edhe viktima. Shihni paralelisht e njëjta gjë ndodh edhe në Maqedoni, edhe në Preshevë, edhe në Malinezi, të aktualisht që kemi çështje që të favorshme për pozitën gjeografike të shqiptarëve, dhe ndodh as vetë ne shqiptarët nuk e ngrisim zërin përveç juve që gjithmonë i trajtoni këto probleme të mbarë kombëtare. Pra, mungesa një strategjie politike, mungesa një strategjie juridike dhe studimeve të përkatësisë nëpërmjet instituteve do të argumentonin dhe të bënin padi në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të kërkojmë kompensimin e dëmeve. Ne akoma nuk kërkojmë asnjë kompenzim dëmeve. Nga shteti ku vi unë, Maqedonia e Veriut është ndërtuar në Shqipërinë lindore. Do shihni gjitha dhënat statistikore flasin, dhe ana tjetër ne trajtohemi jashtë kushtetues dhe jashtë institucional që nuk ndodh me serbët dhe popujt e tjerë. Pra, e drejta ndërkombëtare, këtë flas për Bashkimin Evropian që e bindim, sepse nuk mund të vlej drejta ndërkombëtare për Serbinë apo për dhe nga ana tjetër kur reagojnë shqiptarët atëherë ne duhet ta ruajmë dhe të viktimizohemi vetëm të ruajmë stabilitetin. Shqiptarët nuk reaguan për të ndryshuar emrin kushtetues të Maqedonisë, vetëm i mbanin peng, gjoja të hyjnë në NATO, të ndryshohet dhe pasandej të shpërblehet shqiptarët. Ajo ndodh e kundërt, sot Maqedonia është një vend ku shqiptarët i mban të burgosur në aspektin politik, ekonomik dhe formave të tjera. Zoti Shkodra, në këto ndryshime të befta gjeopolitike dhe rajonale, si e shihni ju faktorin shqiptar? Po, pikës pari, unë nuk e vlerësoj fare faktorin sërb, se faktori cili mund të ketë ndonjë superioritet në relacion me faktorin shqiptar. Sërbët në historinë e tyre kur asnjë betejë të vetëm s'kan arritur që ta fitojnë vetë. Gjitha luftrat, si politika ashtu edhe ushtarake, nëpërmjet aleatëve kanë arritur që të fitojnë pozicionet e tyre. Faktori shqiptar, do të thonë si faktor i cili shtrihet në 6 shtete të rajonit, në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mallzi, Serbi, po edhe një numër i madh i shqiptarëve, mbi 10 milionë në Turqi,
është faktor stabilizues dhe ka përqu vazhdimisht dhe ka bo politika paqëdorëse në rajon. Serbia dihet që ka pas vetëm një luftë pa mbështetjen e aleatëve me shtetin bulgar në vitin 1885, e cila nifet do të thotë për një disfat të paparë të shtetit serb. Mendoj që përkundër përpjekjeve të Serbisë për të shtirë si faktor i rëndësishëm në rajon dhe për të shitur si faktor përcaktues në stabilitetin e rajonit apo në destabilizimin e rajonit, mendoj që nuk e ka atë fuqi përkundër përpjekjeve të vazhdueshme paraparësisë ndërkombëtare që të paraqes faktorin shqiptar si faktor destabilizues dhe veten si faktor stabilizues. Mendoj që këtë betejë edhe në rrafshin propagandistike ka humbur, për shkak se shqiptarët në historinë e tyre asnjëherë nuk njihen për luftra jashtë kufeve të territoreve të tyre. Mendoj që marrëveshja mes vendeve tona, të dy vendeve tona, Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, bashkërisht me Republikën e Kroacisë dhe ku po pritet që ti bashkohet edhe Bullgaria. Apo do të ishte mirë që të i bashkangjitet edhe Bullgaria, do të krijohej një bosht brenda rajonal, brenda zonal, i cili do të është në funksion të politikave europiane të aleatëve euroatlantik, me çka do të krijohen mekanizme që të ofronin një stabilizim të rajonit më të tjeshëm, apo do të harunin paqen më afatgjatë, duke mos leju Serbinë që të krijoj politikat e veta homogjene, të cilat i ka do të thotë projekte të vazhdueshme dhe nuk heq dorë nga këto politika. Do të ishte e mirë po të kishte mundësi, por rrethana të cilat gjinet Bosna e Hercegovina, që kësaj marrëveshje të bashkangjitë edhe Bosna e Hercegovina, po për shkak të vetës së Republikës Srpska, e cila në vazhdimsi sfiton sovranitetin dhe marrëveshjen e Daytonit, është e pamundur që në këtë fazë të ketë një aleancë mes këtyre vendeve. Mendoj që viteve të fundit është njëra prej hapave më të mençur që kanë bërë shqiptarët në rajonin e Ballkanit me këtë marrëveshje, dhe mendoj që e njëjta duhet të kultivohet dhe të fuqizohet në vazhdimsi. Zoti Shkodra, shumë faleminderit për kohën dhe opinionet tuaja. Fundjavë të mbarë në vazhdim. Franco, faleminderit shumë, gjithë respektin për ju. Faleminderit. Profesor Selmani, shumë faleminderit që erdhët në studio. Ishte vërtet kënaqësi dhe privilegj që ju pata në këtë studio. Gjithashtu dhe për ne dhe për mua në shenjë respekti, ju doroj dhe librin Sistemet e Sigurisë Bashkëkohore, që është një nga studimet më të reja në Maqedoninë e Veriut. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.